إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe mëshirë dhe falje kërkojmë, cilin do që i madhi Zot e udhëzon, nuk ka kush ta humbë dhe devijoj, dhe cili do që humbë dhe devijon, nuk mund ta udhëzojë te e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Zotit, Xhella Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, Zot që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa ortak, pa ndihmës, pa fëmijë, absolut dhe i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të mendohet nuk është ashtu. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, si të gjithë njerëzit, po Zoti i Madh i dha atij shpalljen dhe e bëri profet dhe pejgamber për të qenë vula e profecisë, e mbas tij më nuk do të ketë, misioni i të cilit përmblidhet në vargun kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të sollëm në këtë botë, o Muhammed, për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Shpesh herë në lutjet profetike, pra në lutjet që bënte pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjejmë termin Allahumma alim al-ghaibi wash-shahada. O Allah, ti që e di të padukishmen, atë që është e fshehur dhe që e di të dukishmen. Shumë herë pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohej Zotit në këtë formë. Dhe ne vim sot së bashku në një stacion të surës Al-An'am, ku i madhi Zot, Allahu Xhella Xhelaluhu, e orienton pejgamberin alayhi salatu wasalam që t'i thot bashkëkohësve të tij: Qul law indi ma tasta'jiluna bihi laqudhiya al-amru bayni wa baynakum wallahu alimun bil-zalimin. Thuaju, si kur të ishte në dorën time, ndoshta do ishi shfarosur të gjithë nga i pari deri i fundit. Po s'është në dorën time, pra në dorën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Megjithatë, Allahu i din dhe i njeh mirë zullumqarët. Pastaj vjen ajeti tek i cilin ne do të qëndrojmë sot me shpresën e të Madhit Zot. Wa indahu ilmul ghaib. Allahu di të fshehtën. Allahu di ghaibin. Qul la ya'lamu al-ghaiba man fi as-samawati wal-ard illa Allah. O Muhammed, thuaj njerëzve se nuk e din të fshehtën në qiell dhe në tokë, apo përtej qiellit dhe tokës, askush tjetër përveç Allahut. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. E njerëzit nuk e din kur dhe nuk e gjejnë dot kur se kur do të jetë kiameti dhe ringjallja. Të besosh se Zoti din gjithçka është prej domosdoshmërive të besimit. Të besosh se Zoti vetëm e di të fshehtën dhe të padukishmen është prej domosdoshmërive të besimit. Në momentin që njeriu mendon apo mund të besoj se dikush tjetër përveç Allahut mund të di ghaibin, të fshehtën, ky njeri del nga feja dhe Islami.
Sepse Zoti i Madh e ka përcaktuar në Kur'an fiks. Thuaj, nuk e din të fshehtën, ghaibin, askush tjetër përveç Allahut. Dëgjoni një ngjarje të lezetshme në prezencën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij se një vajzë e vogël po kënonte në prezencë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ndër të tjera tha: "Wa fina Rasulullahi ya'lamu ma fil ghadi." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولي وقول لي قولك. Tha mos e thuaj këtë fjali, thuaj fjalit e tjera. Çfarë ishte kjo fjalia? Në mesin ton është i dërguar i Allahut, i cili din se çfarë do të ndodhi nesër. Dhe në transmetimin e Imam Ibn Majahs thot, i tha pejgamberi alayhis salam, mos e thuaj këtë gjë, se çfarë do të ndodhi nesër e di vetëm Allahu xhalla xhelalu. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu i drejtohet pejgamberit alayhis salam që t'i thot njerëzve mbar: "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri li nafsi wa ma massani as-su." Thuaj ju njerëzve, o Muhammed, se unë nuk kam dorë as t'ju bëj mirë, as t'ju bëj keq, as t'ju dëmtoj, as t'ju bëj dobi. Pa është e Allahut. Allahu është ai i cili ka në dorë gjithçka, të mirën dhe të keqen. Pejgamberi duke qenë gjallë, pejgamberi duke qenë gjallë, Zoti i thot thuaj, s'kam dorë t'ju bëj as mirë, as keq. Ndërkohë që ka prej muslimanëve sot, nga nuk shkojnë, nga nuk vrapojnë, ndër të vdekur, ndër njerëz që mund të kenë me 10 apo me 100 vjet të vdekur dhe ju drejtohen duke menduar se mund t'ju sjellin dëm apo dobi. Se dikush thot shumë shpesh e trajtoj këtë tematik, po e trajtoj këtë tematik se të dëm shpirti. Të gjesh njerëz që thonë jemi pasuesit e pejgamberëve, ndjekësit e pejgamberëve, ndjekësit e Muhamedit alayhis salam, dhe s'lan varr, e s'lan të vdekur pa ju lut, e mal e kodër, e shkëmb. Ai ishte gjallë. E Zoti i tha, thuaj, nuk kam dorë asgjë, po të dija të fshehtën, do i kisha bërë mirë vetes time. Subhanallah. Po mirë, si ka mundësi që pejgamberët njoftojnë për diçka nga e fshehta dhe e ardhmja? Po normalisht mund të njoftojnë pejgamberët në aq sa i njofton dhe i lajmëron Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu në momentet caktuara dhe në situata caktuara u jep pejgamberëve sinjale dhe lajme për të ardhmen, për të fshehtën. Allahu është ai i cili u jep këtë gjë. Siç e thotë i madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu në fundin e surës El-Jinn. Alimul ghaibi wash-shahada, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada. Allahu është ai i cili di të fshehtën. Allahu është ai i cili di të ardhmen. Allahu është ai i cili di të shkuarën. Allahu është ai i cili di të tashmen me të gjitha detajet e saj. Dhe nuk ja shfaq të fshehtën askujt përveç se ndonjërit prej profetëve, aq sa ja lejon Allahu xhalla xhelaluhu. Që të jetë argument, që të jetë mrekulli. Po që të ketë pejgamber që din të fshehtën, thot Kurani, jo. Po mira, mund ta din me lajket të fshehtën, ta shohim se ç'thot Kurani. Të gjithë ne e dim historinë e krijimit të Ademit alayhis salam, i cili u kriju nga balta, e kur u kriju para Zotit i Madh, i tha me lajkeve, unë do të krijoj një njeri, do ta krijoj nga balta, e kur të bëhet njeri, duhet i bini në sejdë, me lajket i thanë, o Allah o Zot, po si do të krijosh ti dikë i cili do të bëj
shkatrime në tokë, i cili do të derdhë gjak dhe padrejtësi, a nuk jemi ne me lajket që e krym këtë pjesë, din vetëm të adhurojmë, nuk njohim gjë tjetër. Çfarë ju tha Zoti? Inni a'lamu ma la ta'lamun. O me lajket e mia, unë di atë që ju nuk e dini. O me lajket e mia, unë di atë që ju nuk e dini. Dhe ju a dha argumentin mbas pak kohe. O allama Adem al-asma'a kullaha. Ja mësoi emrat e gjithçka e Ademit, alayhi salatu wassalam. Nuk i dinin me lajket emrat e gjërave. Çdo detaj, kusinja, masha, tenxherja, dritarja, çdo gjë e mësoi Ademi nga Allahu xhalla xhelaluhu. E Zoti ju tha me lajkeve, Enbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Më njoftoni për emrat e krijesave të mia, nëse më të vërtet po thojshit vërtetën. Çfarë thanë me lajket? Subhanaka la ilma lana illa ma qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Zot, po ne nuk kemi dije përveç sa asaj dije që ti neve na ke dhënë. Ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Atëherë ngjoni Ademin pra. Dhe duhet i bini në sejdë. Dhe të kuptoni se dija duhet vlerësohet. Dhe i ranë me lajket në sejdë Ademit përveç Iblisit dhe vazhdon historia. Armiqësi deri në ditë Kiametit mes nesh dhe Iblisit dhe ushtarëve dhe ushtrive të Iblisit, la'natullahi alejh. A ka mundësi që gjindët ta din të fshehtën, të shohim se çfarë thot Kurani. Ku ka përgjigje më të bukur se sa Kurani famëlart. E Kurani na tregon për historinë e Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Gjindët me magjistarët pretendonin se din të fshehtën, parashikojnë të ardhmen, e kështu me radhë. E Zoti i Madh, Zoti i Madh Allahu e lën ndonjëherë zullumqarin që të mendoj se edhe Zotit ja ka hudh. Edhe Zotit ja ka kalu situatën. E lën Allahu xhalla xhelalu zullumqarin derisa të besoj se ai vetë menaxhon gjithçka dhe ka dorë gjithçka. Derisa të vi momenti. Dhe i la Zoti i Madh Allahu xhalla xhelalu, ndërkohë që xhindët punonin për Sulejmanin alayhi salatu wasalam, punët më të vështira që mund të ketë bërë ndonjë krijesë mbi sipërfaqen e tokës. Dhe Sulejmani alayhi salatu wasalam i mbështetur në fronin e tij, mbi shkopin e tij, mbi këshyrtë situatën. Dhe ja merr Zoti shpirtin ashtu të mbështetur mbi shkop. Mbi shkop. Mirë po nuk dallohej asgjë. Gjindë sa froshin kur do të afër Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Vjen krimbi i tenjës, i futet shkopit. Për një vit e kputi shkopin dhe rrëzohet Sulejmani alayhi salatu wassalam nga froni dhe bie. تبينت الجنة أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الشديد. Mësuan gjinët dhe njerëzit se nuk e dinin të fshehtën dhe se të fshehtën e din vetëm Allahu, se po ta dinin fshehtën nuk do të punonin një vit në një ndëshkim të ashpër dhe të rënd. Atëherë lind pyetja, a mund ta dinë pejgamberët e Zotit të fshehtën, të ardhmen e tjerë, e tham çfarë thot Kurani. Po e keni parasysh se e kemi lexuar para disa hutbeve historinë e kujt Isait alayhis salam dhe Zotit xhel xhelalu kur i tha, o Isa biri i Merjemes, aty ju ke thonë njerëzve që ta adhurojnë ty si Zot dhe nënën tënde si Zot përveç Allahut, edhe ai tha, o Zoti im, ti e di se çfarë kam bër unë, e kush jam unë, e çfarë kam thënë unë. Ti e di çfarë kam unë në veten time, po unë o Allah nuk e di se çfarë ke ti. Atëherë i vjen pyetja më koti që mund të ekzistojë. A ka mundësi që dikush tjetër me lajket nuk e din të fshehtën as të ardhmen dhe asgjë, përveç se sa ju lejon Allahu të din.
Siç është në hadithin e njohur, hadithin e shpalljes se çfarë do të ndodhi në të ardhmen, në botën e qiejve. Xhindët nuk e dinë. Pejgamberët dhe profetët nuk e dinë. Tani vjen pyetja më koti, a mund ta dinë evlijat? Ata njerëzit evlija, këta evlija, mërë zotni, a mund të jenë mbi pejgamberët apo nën pejgamberët? Nuk ka dyshim se evlijat janë nën pejgamberët. Atëherë, a mund ta dinë ghaibin? A mund ta dinë fshehtën? A mund ta dinë të ardhmen? Nuk mund ta dinë, se kanë ditë ata që kanë qenë më të mirë se sa evlijat. Nëse do të ishin gjallë, po nëse kanë vdekur këta evlijat, po flasim në gjuhën e popullit, në gjuhën e atyre që i përdorin këto terma, se ne vetë muslimanët besojmë, çdo njeri që ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah është evlija i Allahut. Çdo njeri. Ela inna awliya Allahi la khawfun alehim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Evlijat e Allahut nuk tremben, nuk friksohen, ata që kanë besuar dhe janë të devotshëm ndaj Zotit. Janë të përkushtuar ndaj Zotit. A ke besuar? Po. Sa më shumë të përkushtohesh Zotit, aq më shumë je evlija i tij, aq më shumë je i dashur i tij. Po unë përdor termin që ata përdorin. E përderisa pejgamberët dhe askush tjetër nuk mund ta ditë fshehtën përveç Allahut apo të ardhmen, atëherë edhe evlijat, apo jo evlijat, apo ato që merren me leximin e hyjeve, apo ato që merren me leximin e dorës, ata që merren me leximin e filxhanit, ata që merren me leximin e rërës, duke vijosur në rër, e të tjera pretendime se mund të zbulojnë të ardhmen apo të fshehtën, nuk është gjë tjetër vetëm se mohim i fesë dhe besimit. Prandaj kujdes. Është vetëm mjafush vëllezën dhe motra, në të cilën edhe kurreshtja, edhe pse nuk e beson, edhe pse e di se është mashtrues, edhe pse e din që është nona e muhabetit, vetëm kurreshtja ta dëgjoj herë çfarë thot kot. Vetëm kjo fjala jote, ta dëgjoj një herë çfarë thot kot, 40 ditë spranohet namazi. 40 ditë. E nëse ndikohesh dhe fillon i beson, laqad kafara bima unzila ala Muhammed. Ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është vetëm mjafush për cilën nuk ka tolerancë as negociat. Dhe këtu vjen pyetja tipike autoktone e cila thot, po mirë vlla, po si i gjejnë ca gjona? Normalisht pra, se mos të gjeshin ca gjona ku do të ishte sprova. Këta, sharlatan dhe mashtrues dhe fallxor dhe astrolog, po mos t'ja qëllonin në disa gjëra, nuk do të ktheheshin në objekt sprove për njerëzit. Allahu xhalla xhelalu i sprovon, duke i lejuar xhindët t'u asjellin disa lajme të sakta, dhe pastaj ato bëjnë manipulatorin, dhe ata pastaj marrin njerëzit në qafë dhe krijojnë njerëzimi vartësi tek njerëzit. Gjë që Zoti nuk e don kurrë, sepse njeriu duhet ta ketë vartësinë e tij vetëm te Allahu dhe prej Allahut. Dhe duhet të jetë i çliruar nga çdo gjë dhe nga çdo kush, përveç se vartësia e tij për Allahun, përderisa ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Po normalisht do e qëlloj diku, do e qëlloj. Sa atëherë do të kthehet në objekt sprove, se nëse këta njerëz nuk do të qëllonin asgjë, do të ktheheshin në objekt tallje. Dhe Zoti i madhëdeshi që këta njerëz të jenë sprov me ca gjëra që i gjejnë. Sidomos nga e shkuara, se nga ardhmja shumë pak mund t'ja qëllojnë. Ndërsa nga e shkuara po edhe ja qëllojnë, sepse xhinët me të cilët ata bashkëpunojnë, marrin informacion për të kaluarën dhe sjellin informacion në kohë reale. Sjellin informacionin. S'ke nevojë me falfare, në momentin që futesh tek dera e tij, ti thotë ke ardhur se ka humb lopa. Të dalshin sytë e ballit, dalshin ty edhe lopës. Edhe ti që ke shku me kërku lopën, ke lopa.
ose ke me Zati. S'ka nevojë me fol thot se ti ke këtë, direkt. Nga e mori vesh? Xhin pra shejtanët. Ne I besojmë, nuk është çudi e madhe. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Djalli dhe bijtë e tij ju shohin ndërsa ju nuk I shihni dot, ata thot Zoti në Kur'an. Dhe normalisht që bëjnë shkëmbim informacioni. Nëse sot njerëzimi ka arrit bëj shkëmbim informacioni nëpërmjet teknologjisë, me të xhinët e kanë këtë gjë prej kohësh që janë shumë përpara nesh. Ne jemi akoma në shekullin e gurit për sa I përket kësaj gjëje në raport me xhindët. Që normalisht do të qellojnë ca gjëra, do të gjejnë ca gjëra. Dhe këtu fillon pastaj legjenda popullore, e ka gjet, ka marru punë, ma ka gjet, e ka gjet, e kështu me radhë dhe pasha Zotin ka tek këta njerëz sot që po flasim. Ku bota mendon se si të shkojnë Mars. Ka njerëz që rrinë radhë 5 orë, 6 orë të këta të cilët do të parashikojnë atyne se si do t'jetë e ardhmja, apo do t'ju eci, apo fati, apo vllai fatit me motrën e fatit. Ndërkohë që pejgamberi alayhis salatu selam tha, ku shkon për kurreshtje, për kuriozitet, kot për qejf. Tha 40 ditë, do të thotë që nuk është gjë e lehtë kjo meseleja. 40 ditë mos të pranu namazin, ndërkohë që ti nuk e beson, kjo është gjë e rëndë shumë. Merr me çfarë ndodh me imanin dhe me besimin e njeriu. Kur këta që janë gjallë, s'bën me shku me ju besu as për kurreshtje. Tani si ka mundësi që dikush shkon tek një I vdekur dhe mendon se ai do ta orientojë, apo do t'ia çeli fatin, apo do ta bëj me fëmijë, apo do t'i eci biznesi, apo do t'i kthehet e fejumja, apo do t'i iki bashkëshortja, e ku dëgjon muhabete që është çudi e madhe me I bë, e jo më me I besu, po ignoranca, ka thënë ai moshmi, nuk ka brirë, se të kishte ignoranca brirë, duhet të eceshe me motorsharr në për rrugët e Tiranës, se s'kishe ku të kalojshe. Po shqyr që s'ka brirë, edhe elhamdulillah ecim rehatën e gjithë, po Zoti na ndriçoft me dijen e tij, me dijen dhe me dritën e Islamit. Ecshim në rrugën e pejgamberit alayhi salatu selam dhe u bëfshim sebeb që të largojmë vetët tona, familjet tona, të afërmit tanë, njerëzit tonë nga këto lloj gjërash që fatkeqësisht akoma ekzistojnë në shoqërinë njerëzore, madje kanë edhe foltore që flasin, kanë media, kanë rrjete sociale, gjithçka është, ndërkohë që besimtari është si puna e bletës, thot pejgamberi alayhi salatu selam. E çdo thot fjala si puna e bletës, bleta nuk ulet në çdo vend. Bleta zgjedh se ku ulet. Edhe besimtari zgjedh se këtë dëgjon, zgjedh se nga e merr fenë e tij, edhe nuk ecën me masivitetin. Nuk ecën me masivitetin, nuk ecën me legjenda, nuk ecën kam gjuhë, nuk ecën kanë thonë, nuk ecën ka dhonë prova. Provat e tuja. Të dalshin provat mballë, dalshin o Zoti i Madh. Ka dhonë prova. Ka dhonë prova. Fjalia më magjepse që përdorin. Ka dhonë prova. Ka dhonë prova. Zot na ruaj nga këto lloj provash, e na jep o Zot, o Allah, provat e tua dhe argumentat e tua dhe mrekullitë e tua. Kanë thënë, dija e fshehtë ka prej asaj që nuk zbulohet kurrë dhe që nuk e din vetëm se Allahu. Dhe ka për dijes fshehtë, dije që Zoti ja zbulon disa nga pejgamberët e Zotit, dhe ka për dijes së fshehtë që njerëzit mendojnë se është dije e fshehtë, po faktikisht nuk është dije e fshehtë. Dija e fshehtë e veçantë dhe me cilën, si më thon, është I veçuar vetëm Allahu me të, është dija mbi ditën e Kiametit. Dhe cili do që jep datë për ditën e Kiametit, apo ditë, apo orë, ja ka fut kot plako. Po
kot kështu, me kuptimin e plot të fjalës. Ndërsa dijet ghaibit që Zoti ja zbulon disa prej profetëve, siç e përmendëm, dhe ka dije që faktikisht nuk është ghaib, nuk është e fshehtë, po njerëzit mendojnë se është e fshehtë, siç është ajo që mund zbulohet nëpërmjet shkencës, teknologjisë, nëpërmjet diçka që dikush din më shumë. Dikush mendon se është gjë e fshehtë, po faktikisht nuk është e fshehtë, sepse kjo gjëja bën reaksion, nuk ka ndonjë çudi të madhe, gjë që mësohet. Dhe kjo nuk përbën asnjë lloj problemi që të mësohet dhe dihet, sepse është fushën e dijes dhe shkencës dhe nuk përbën asnjë lloj përplasje. Dhe këtu vim tek pyetjet prap. Zoti thot në Kur'an, diku në Kur'an, Allahu di të fshehtën. Alhamdulillah. Allahu është ai i cili di se çfarë kanë mitrat në brendësinë e tyre. Dhe vjen dikush i thotë, po mirë vëlla, tani ka arrit një shkenca me eko, ta zbuloj mashkulla femër. Kaq është truni, kaq truni. Kaq truni i vogël. Gjithë ajeti kuranor që thot Allahu e din se çfarë kanë mitra, mendja shqiptarit është çun apo gocë, kaq. Ke çuni ke goca, ka shqiptari mendjen. Nuk është Allahu din se çfarë fshehin mitrat. Do me thonë të gjitha detajet, është zotënia vetëm gjinia. Nuk e tha Kurani Allahu di gjinin e foshnjës, e embrionit në bargun e nën. Nuk e tha, s'është përmend fare gjinia. Allahu e di se çfarë fshehin mitrat, do me thënë të gjitha detajet se çfarë ka brenda. Tha, wa yunazzilul ghaith. Allahu zbret shiun. Po mirë, kemi arrit sot nëpërmjet celularëve, është një program aty ether që ti mund të shohësh se kur bie shi, si është koha. Por zotni. Subhanallah. Kur tha Allahu e din se kur zbret shiu, të gjitha detajet e gjës. Të gjitha detajet e gjës. Wala ta'lamu nafsun ma taksibu gada. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhi nesër. Jo, po unë e di se e kam program ditor. Ke program ditor, po ka dhe programues mbi programin tënd. Ka dhe i zemër që ti nuk e komandon. Ka dhe një jetë që nuk është në dorën tënde, ka dhe gjithçka, kështu që në detaj të çdo gjë se çfarë do të ndodhi nesër, po jo vetëm për ty më zotni, ai tha nesër për çfarë ekziston. Tha o ma të dri nefsun bi eji ardhën të mut. Askush nuk e di se kur ndodh dhe si vjen vdekja. Dhe jeta për ditë, nga kjo e funit, neve na jep mësime të mëdha. Se si njerëz cilët kanë pas plane për sonte ndarkët, po si ka zonë darka. Kanë pas plane për nesër mëngjes, po si ka zonë mëngjesi. Kanë pas plane për jetën dhe asgjë nga planet e tyre nuk kanë realizuar, sepse e xhelin e di vetëm Allahu xhella xhelalu, i qofshin falë. Për të ndalur tek pyetja e fundit ose tek pika e fundit. Nëse me paditurinë time dhe ignorancën time e kam bërë këtë lloj hapi, kam vajtur tek këta që din apo zbulojnë, edhe e kuptova që kjo gjë që e ka shumë e rëndë, çfarë duhet bëj? Dy gjona. E para pendohu, mes teje dhe Allahut se ke bërë shkeljen më të rëndë që ekziston, po inshallah e ke pas nga padia. E para. Dhe e dyta, duhet thush sa më shpesh la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Se ka rrezik të kesh dal nga Islami dhe ti se kupton. I e fal, ke agjëru, ke shku dhe numër ndoshta, dhe gjitha 0, 0, 0, 0, 0, se ke dal nga Islami. Pendohu dhe thuj, sa herë ta kujtosh, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe kujdes, mos të ngacmoj kureshtja, me pa, apo me ngju, apo me hap kanale, apo me inalu arrajofkave në për rrugë
thot hapi çik dorën, atë përfshihet tash më herë. Ose është komshia apo ku dëgjon dikush që shef filxhan, a bër përqef tash çfarë do të lexoj ke filxhanim, mos loz, ka thonë ai moshmi me zjarrin se zjarri të djeg. Kështu që mos loz me zjarrin e xhenemit. Vallahi bilaj zjarri të saj botës po ja gjejmë dërmanin, e hallët të saj botës po ja gjejmë dërmanin, e jo më me i gjet dërman zjarri i xhenemit, Zoti na e boft haram zjarrin e xhenemit të gjithëve pa përjashtim. Amin. Nuk ndodh diçka vetëm se me lejen e Zotit. Dhe nuk ndodh diçka vetëm se Allahu xhel xhelalu dëshiron që ne të reflektojmë. Prandaj çdo gjë që ndodh. Tani s'kishte shi për i kohë gjatë, ta dini se ka shdesh prej nesh të reflektojmë. Rashi ju përmbyti gjithçka, duhet prej nesh të reflektojmë. Duhet prej nesh të reflektojmë, të kthejmë rrugë, të kthehemi tek Zoti, të rregullojmë punët dhe raportet tona me Zotin, me Krijuesin. Se deshëm apo nuk deshëm, nuk ndodh gjë pa lejen e Tij. Nuk ndodh gjë pa urtësinë e Tij. Ajo që kërkohet prej nesh është të reflektojmë. Zoti na boft prej atyre që reflektojnë pa e psuar dhe marrshim mësim nga të tjerët dhe mos u bofshim ne mësim për të tjerët. E lut Allahun xhel xhelaluhu, ashtu siç është lutur pejgamberi alayhis salam, kur një herë erdhi dikush dhe tha: "O Muhammed, po u tha gjithçka, po vdesin kafshët e bimët. Boj dua Zotit, tha se vdiqem." Ai pas selam, pasi që kështu drejt, u fut ke dera aty bam para pejgamberit. "O Muhammed," i tha, "boj dua Zotit, tha se vdiqem, u tha gjithçka, po ngordhin kafshët." Pejgamberi siç ishte në hutbë xhumas. "O Allah, Zot zbrit shi, o Allah, Zot." 3 herë filloi shiu, dolëm thot nga xhamia ujë. 1 javë pa pushim. Javën tjetër i njëjti person u fut. "O Muhammed," tha. Pejgamberi hutbë xhumas. "Po lut ju Allahu të ta ndaloj se vdiqem, u mytem." E pejgamberi alayhis salam i ngriti duar dhe tha: "Allahumma hawalejna wala alejna." O Zot, rreth nesh dhe jo mbi ne. O Allah, o Zot, këtë shi rreth nesh dhe jo mbi ne, ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zot, bëje këtë shi rahmeti dhe jo shi azabi dhe ndëshkimi. Amin.